kemë hunë shumë mujë, shumë javë, shumë ditë, vlefshme për Kosovën dhe shumë ullësi. Besoj që sot është dita e kthesës, pa nga sot fillon me numëru koha ndrysh, do besoj shumë jam optimist se zgjedhjet do të jenë zgjidhja, edhe nuk do të humbim kohë pas zgjedhjeve tashme, por do të kemi elektionet e Kosovës. Vërtet ju kërkojmë falje qytetarëve të vendit, gjithëve, sidomos atyre që janë prek më shumë, për këtë situatë që është kriju, po kemi qenë çdo herë në kërkim të zgjidhjes në kohë, por ka qenë e pamujshme ta rjeti zgjidhje e duhur pa ata që kishin fituar në shumicë më të madhe të votave. Faleminderit. Zëra Radina, mund të pyesim se ka pas arritime që dikush nga deputetët e AK-s mund ta votojë Glauconiusin sot. A janë të sigurt themi kështu votat e AK-s? Aleanca është shumë e qëndrueshme në vendimet e veta. Çdo deklarim i ynë më përpara ka qenë çështja e kryetarit Kulleni, ka qenë i aleancës, jo vetëm i individëve. Edhe atëherë kur kemi votuar lirshëm, ka qenë vendimi i aleancës. Është vendimi i aleancës që votojnë kundër pra kësaj kandidature, këtij mandatari, që po ashtu nuk ka shumë i qëndrueshëm, sepse nuk ka paraqit në shkrimet, pra mendoj që zoti Koniusha duhet i kërkon falje qytetarëve që i ka vonuar 2 javë, nëse asgjë tjetër i ka vonuar 2 javë Kosovën e shumë dhe Kosovën. Që shë komentoni seancën që mbajt e që në fakt nuk u shpallin mbyllur ula mundësia që të vazhdojnë? Po, tani këto janë disa zhvillime që nuk janë funksion as të drejtës kushtetues lishmërisë në Kosovë. Ne s'kemi marrë pjesë në dojnë me komentu. Dhe t'japin llogaria ata që po votojnë kështu. Faleminderit që u duket na murën rendin. Faleminderit. Kemi një sugjerim nga ju në lidhje me seancën e elektronit tash për zotin Koniusa, ka ndryshuar diçka nëse jeni kontaktuar nga deputetët? Sot duhet të them që kjo që kemi parë sot është një prequr një shkelje ligjore. Ajo që ka do sot parlament është një tentim për të përmbysur praktikat parlamentare të ndërtuara tani më e të konsoliduar në demokracinë e Kosovës. Kjo sot është fatkeqësisht një gjë që s'ka qenë dashur të ndodhë demokracisë Kosovës dhe shtetit Kosovës. Kjo është një tallje në mënyra se si tentojnë të përmbyset krejt ajo traditë e mirë e ndërtuar në Kosovë. Nuk ka seancë parlamentare për Komisionin e Buxhet para ditë mas dite me zgjedhjet qeveri. Rregullat janë ndryshe, zgjedhet qeveria dhe pastaj shkohet dhe futet parlamentin punë, në komisione e me buxhet. Që fatkeqësisht kjo tregon, edhe jep përgjigje pyetjes suaj, që ne jemi në një lojë thjesht. Në një lojë e cila tërësisht është kalkulim elektoral. Edhe nuk e ka as pak shqetësimin e nevoja dhe kërkesave që ka Kosovë. Nuk e ka shqetësimin e nevojave buxhetore të organizatave buxhetore, të punëtorëve, të projekteve, të fondeve me cilat vendi yt funksionon dhe njerëzit presin nga institucionet që të kryejnë. Prandaj tash 8 muaj ne kemi bërë thirrje që kemi të pjekur të thirrin mendjes racionale, të ndërtojnë marrëveshje politike, ndërtojnë institucionet dhe funksionojë shteti. Me pas për një me shqetësimin e qytetarëve, e atyre që kanë rrezikojnë mos me marrë pagat dhe funksionimin e mirëfillt të shtetit, partitë politike sot e tash 8 muaj e deri sot kishim mbledh dhe kishim bërë edhe një buxhet me konsenzus, edhe një qeveri me konsenzus kalimtare për 3 muaj dhe nuk e kishin të kështrajtuar e maltretuar qytetarët. Kështu që gjithë ata të cilët bën thirrje, gjaja në emër të asaj të interesit nacional, ka hipokrizi të madhe në këtë ide. Ata që kanë pas mundësi mos marrë gjendje deri këtu në Kosovë, fatkeqësisht janë sjellë tërësisht pa përgjegjshëm dhe kanë bërë një lojë pa skrupull tërësisht e funë krye elektorale. Cila është vota juaj sot për qeverinë? Ka është lojë kjo. Kuptoni kjo është lojë. Ne jemi në parlament dhe kemi për detyrë, por kjo është lojë. Qysh të çka mandatari i dytë, si vjetet e mandatari i dytë, kur kemi një ndryshim gjendjes, kur pretendohet me bëni konsenzus
kur i thirr partitë politike, kur ulesh edhe je hapur me gjetë një kompromis, kur për një me qep në qendër nevojat e vendi, shqetësimet me cilat po ballafaqohet Kosova, me problemet që ka vendi, kur e ki interesin publik përpara dhe kërkojnë me ngulm për ditë